Përshëndetje të gjithëve. Edhe sot po e përgatisim një recetë shumë të shijshme. Besoj që shumë herë e keni provu me përgatit lasagna, por pa i zier petat fare. Vetëm me salcën e vet, lasagna ju bëhet tepër e shijshme. Fillojmë. Në tigan shtojmë 2 lugë të gjellës gjalp, edhe pak vaj. Shtojmë një qep që e kemi përgatitur më herët. Vazhdojmë ka vërdisim pak qepën që qepa të filloj pak të zbutet. E pastaj shtojmë 500 gram mish të bluar. Qepën edhe mishin do t'i fërgojmë derisa të fërgohet mirë mishi, parafërsisht për 5-6 minuta besoj që do t'a kemi gati. Te mishi po shtojmë një lugë të mesme me origano. Shtojmë biber të zi, parafërsisht dikon një lugë të çajit të mbushur plot. Një lugë të mesme me kryp, një lugë të mesme me biber të kuq. Kryp do t'i shtoj edhe pak, por krejt në fund. Tash po vazhdojmë edhe po e përzim mishin. Edhe po e vreni që veç ka fillu që mishi të ka vërdiset. Mandej shtojmë salcë domate 500 gram. Është salca e domates, kjo që është pak më e hollë. E në ndërkohë do të shtojmë edhe 2 lugë të gjellës me pure domate. Tash e shtojmë ujin, dikon 300 ml ujë, edhe një lugë të mesme kryp, por nuk e kam mbush plot. Shtojmë pra siç thash edhe 2 lugë të gjellës me pure domate, nga e trasha që është pureja, edhe tash e lam që mishi së bashku të zihet me krejt përbërësit e tjerë, edhe salca të filloj të trashet pak. E ne po vazhdojmë me përgatit edhe salcën bechamel, dhe në një tigan tjetër po shtojmë gjalp. Për këtë recetë do të shtojmë 4 lugë të gjellës gjalp ose margarin, 4 lugë të gjellës me miell. Vazhdojmë edhe ka vërdisim mirë, parafërsisht 2-3 minuta, jo më shumë. Po e shikoni që veç ka fillu nga pak mielli të ka vërdiset, edhe të fitoj atë ngjyrën e artë. E pastaj shtojmë gradualisht nga pak qumshten. Gjithmonë nga pak, pastaj e përzim. Edhe shtojmë pjesën tjetër të qumshtet, por krejt në total do të shtojmë parafërsisht 800 ml qumsht ose 900 ml. Çfarë është me rëndësi edhe çfarë duhet të dinem? Gjithmonë kur e përgatisim salcën bechamel, është me rëndësi që salcën mos ta lëni të trash si këto që po e shikoni, por gjithmonë salcën do ta lajmë të hollë, për shkak se në këtë mënyrë ne s'kena nevojë me i zi fare petat e lasagnas, por vetëm se do t'i rendisim në tepsi. Dhe kur salcën e bechamelit e kena lanë pak të hollë, kjo i ndihmon petave që më lehtë ta thithin salcën edhe të zbuten. Pra, vazhdojmë e shtojmë gradualisht nga pak duke e përzivi. Salcën bechamel do ta la të zihet vetëm për 2-3 minuta dhe jo më shumë, që mos të trashet shumë. Pasi që krejti kena gati, po vazhdojmë edhe po e përgatisim lasagnen. Edhe marrim tepsien ku kena me përgatit, edhe këto janë lasagna që unë po i përgatis sot,
Pavarësisht tu kam 500 gram, por nuk do të na shkojnë krejt, pra do të mbesin pak. Edhe vazhdojmë shtojmë në fillim sosin e koç me mesh që e kena përgadit. Po e vreni që edhe këtë nuk e kam lënë shumë të trashet. Edhe salcën bechamel po e vreni që është e hollë. Edhe po vazhdojmë me përgadit recetën. Shtojmë nga salca e kuqe në fillim, pra me mesh. Mandej i renditim lazanjat, pra rendisim petat. Tash mundemi nga pak mja bë kështu një mbi një me i vendos që fiks 4 pjesë t'i rendisem. Edhe shtojmë sosin e bardhë. Pra i mbulojmë mirë gjithmonë. S'ka nevojë këtu anash pra me plotsu këtë hapësirën që është, sepse kështu më lehtë e thithin lazanjat krejt sosin që ne po ja hedhem. Është një nga recetat që e përgadis shpesh edhe që vërtet ja vlen të provohet. Do me thonë një rend e vendosim me peta, shtojmë salcën bechamel, shtojmë salcën e përgatitur me mesh, mund të shtojmë nga pak kashkavall nëse duam, në secilin rend, pra vetëm pak, e pastaj kështu e përsëritim krejt procedurën derisa ta mbushim tepsien plot. Po e vreni që salca veç po del anash. Ka mjaftueshëm. Pra, kjo është edhe sekreti i përgatitjes së lazanjës pa i zier petat, sepse duhet t'i mbuloni mirë me salcë. Furrën e shporetit nuk e kam lshu me u nxe, për shkak se do ta lshoj në momentin kur do t'i fusim edhe tepsien me e pjek. Krejt në fund e shtojmë pastaj salcën e bardhë. Pasi kena përfundu, shtojmë salcën e bardhë, tepsia u mbush plot, nuk ka më vend, edhe do ta plotësojmë me kashkavall mbi. Do hedhim mjaftueshëm, sepse do i ndihmoj shumë kashkavalli që të formohet një shtresë edhe lëngu mos na rrjedh nga tepsia, edhe lazanja ngadal ta thith lëngun edhe të përgatitet, pra të zihet mirë. Pra thash, furrën e shporetit nuk do ta lëshoj më herët. Pra nga 500 gram kanë mbet vetëm këto peta. Marrim tepsien edhe drejt në furrë. Furrën po e lëshoj tash, nga momenti që e kam shti tepsien për me pjek. Do ta lëshoj në temperaturë 170 gradë. Ngadal lazanja të zihet mirë në 170 gradë për 35 minuta, e pastaj lazanjën e kemi gati, është tepër e mirë edhe shijon shumë. Kjo është edhe një ide se çka mundeni me përgatit për iftarin e sotshëm. Unë shpresoj se edhe kjo recetë do ju pëlqejë të gjithëve. Përgatesni sepse ja vlen ta provoni. Bëhet tepër e shëshme. Të gjithë do ta pëlqejnë recetën. Unë ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Të gjitha agjeruesve ju dëshiroj agjerim të lehtë dhe të pranuar. Zoti begatoft çdo sofër të iftarit. Zoti ju begatoft të gjithëve. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Shpresoj që do të shoqërohemi edhe me shumë receta tjera të shëshme gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Veç se tash po ju tregoj se si janë pjekur mirë krejt petat, janë zbut, apo e shikoni edhe vetë këto, po vrehet, veç po ju demonstroj kështu pak, është edhe shikohet se krejt veç janë zbut. Do të më falenderoni për këtë recetë. Nëse e provoni ju boft mirë, edhe unë ju them përgatitni diçka të mirë dhe të shishme për familjen ose për mesafer, sepse ja vlen të provohet kjo recetë. Mirëmbëjtje.